Në Maqedoninë e Veriut, pikërisht në Shkup, studentët shqiptarë në universitetet, kryesisht në Tetovo, por në universitetet e Maqedonisë, kanë protestuar për një kërkesë legjitime dhe absolutisht të drejtë dhe të vërtetë. Për të dhënë provimet dhe për të pasur të drejtën e provimit në Shqip, e kurorëzimit të një ëndre rinore për të pasur një diplome e cila sigurisht të shkruhet në Shqip, por të jepet edhe provimet në Shqip. Dhe sigurisht kjo bazohet edhe përmbi marrëveshjen e Ohrit edhe përmbi 2018-ën, pastaj që e bënte gjuhën shqipe gjuhë shtet formuese në Maqedoninë e Veriut. Nuk e kanë deri tani. Dhe sigurisht ata kanë kërkuar kanë vënë një kusht maksimalist, që është dorëheqja e kryeministrit. Zorse është e arritshme kjo, por është kusht maksimalist. Dhe dyta, ndreqen e menjëhershme të kësaj pune. Të menjëhershme. Ato është e drejta që të shkollohen dhe të dalin në provim në gjuhën amtare. Dhe kur themi në gjuhën amtare, në atë gjuhë e cila sigurisht është bashkëformuese edhe me atë gjuhë që flasin të ashtu quajturit Maqedon, e cila është shumë e ngjashme me komshit për rreth, vetëm Shqipja nuk është e ngjashme me asnjë prej komshive përveç se kombit, që është bjefjala Shqipëria edhe Kosova, ose shqiptarët kudo që janë, por që maqedoncit sigurisht bëjnë fjalë, sepse nuk duan t'i gjajnë as bullgarëve, po thuaj gjuhën e tyre flasin, bile as slavëve të jugut. Normalisht nuk ju ngjajnë grekëve. Në këtë pikë, padrejtësia është më se e qartë. Dhe kjo padrejtësi bën që studentët të diplomohen, të japin provime në gjuhën që nuk është e tyre. Kur marrëveshja është e qartë dhe kur shteti është ngritur mbi këtë parim. E mbushën sheshet, kërkuan gjuhën, quan flamurin shqiptar, dhe normalisht pati edhe efekte. Efekte në Shqipëri, efekte në Maqedoni, efekte në botë. Normalisht do kishte edhe në qeverinë, dhe në fund këtë Mickovski thotë jo, kur japin, bëjnë shkollë me gjuhën e tyre, do të justifikoj veten, normalisht që kanë drejtën dhe provimet t'i kenë në Shqip. Sepse duke thënë bëjnë shkollë, do me thënë ne kemi lejuar që të shkollohen në Shqip, pse u dashka që provimet t'i japin maqedonistë. Por këtë punë kanë bërë veç. Dhe duke qenë se e kanë bërë këtë punë, nuk kanë pse mshehen mas fjalëve. Mickovski është mjeshtër i madh, por e keqja e madhe nuk është thjesht Mickovski, i cili nuk është se është kaq pasionant i shqipes edhe i të drejtave të shqiptarëve, përkundrazi. Këtu është problemi i shqiptarëve që janë në qeverinë e Mickovskit dhe që janë shqiptarët të cilët u sponsorizuan nga Albin Kurti dhe u lejuat që të ndërhyjet në Maqedoninë e Veriut pikërisht për këtë punë. Janë sigurisht njerëzit e vetëvendosjes edhe ndërhyrja e Kosovës për të bërë një përçarje midis shqiptarëve, por ama që kishte të bënte me, si të them tash, me qeverisjen, me bashkëqeverisjen e shqiptarëve me pikërisht Mickovsksin, ultranacionalist. Dhe normalisht edhe shqiptarët që përfaqësohen aty dhe që janë të krahut të Albin Kurtit, normalisht e din veten kundra BDI-s, kundra Edi Ramës, kundra hyn këto marrëzirat që vetëm shkatrojnë kombin shqiptar. Kanë shkatruar, kanë 5 vjet që e kanë shkatruar, që kur kanë hypur në fuqi lëvizja vetëvendosja dhe Albin Kurti bashkë me atë vajzën atij marksist-leninistit, si ministre të jashtme, dhe zëvendës kryeministre, nuk kanë bërë asgjë tjetër, vetëm kanë shkatruar marrëdhëniet midis shqiptarëve që për pushtet duhet patjetër të shkatrohen me shqiptarë. Dhe ky është edhe thelbi i problemit. Pse përçahen shqiptarët në këtë lloj forme. Dhe pastaj sigurisht për pushtet do të ketë edhe veprime të ndryshme. E një nga veprimet është mos respektimi i gjuhës, pavarësisht se justifikohen kur i plasin
protestat justifikohen pastaj që jo, me që bëhet shkolla dhe universiteti në Shqip, ose flitet Shqip aty, që shpeshherë edhe nuk flitet Shqip, pse mos bëhen edhe provimet në Shqip. Do të shikojmë, thot, rregullat ligjore, rregullat institucionale, që vërteton faktin që ata nuk i kanë dhënë provimet në Shqip. Dhe dikur, basa dhe i kanë dhënë. Tashti nuk i japin. Dhe ku ndodh kjo? Te një bashkëpunim me disa shqiptarë tjerë që e majnë veten për sovranistë dhe populistë, të sponsorizuar sigurisht nga populistët dhe sovranistët, ultramajtistët në Kosovë, të bashkuar me ultradjathistët në Maqedoninë e Veriut që janë anti-shqiptarë në thelb. Kjo është të qashme facilet punë në shqiptarëve aty dhe njëkohësisht disa derbederëve, majmunëve anti-shqiptarë që përfaqësohen nga Mickovski në Maqedoninë e Veriut. Kjo është një nga gjërat më të këqija që mund t'i ndodhi. Nëse kanë filluar që të mohojnë gjuhën, do të thonë që sigurisht faktori shqiptar do të përballet nesër me element të shëmtuar të mohimit të atij kombi i cili është shtet formues në Maqedoninë e Veriut. Edhe sigurisht fshihen mas fjalës, sigurisht tentojnë të gënjejnë realitetin, të mashtrojnë botën perëndimore e cila nuk e ka mendjen shumë ke Maqedonia e Veriut, dhe normalisht bëjnë punën e tyre si nacionalistë të shëmtuar, anti-shqiptarë që janë. Por se dhe shqiptarët bashkohen me një si të them tash, me një pushtet të tillë, këtë tash kjo është për tu qarë. Jo se maqedoncët bëjnë ashtu. Maqedoncët dihet se si janë. Nga janë më keq se serbët. E kanë vërtetuar që janë. Por çfarë ti bash? Në këtë pikë është e keqja e madhe jona që faktori shqiptar aty nuk është bashk për t'i treguar vendin të gjithë maskareve që në Maqedoninë e Veriut e duan si kombin, si vendet që kanë popullsi shqiptare, t'i kenë jo miq, po armiq. Edhe pse pikërisht Shqipëria në radhë parë, pastaj Kosova duhet njihet për veti në botë dhe në Evropë. Por Shqipëria, e cila ka njohur Maqedoninë e Veriut pikërisht për faktin se aty ka shqiptar. Është një sjellje shumë e keqe. Shumë e keqe e ultradjathistëve maskareve si Mickovski, por dhe shqiptarëve që bashkëpunojnë me një ultramaskara të tillë. Dakor, miqtë mi, të kisha si pikë të parë. Si pikë të dytë, kisha një element interesant të përgatitjes zgjedhjeve për në lokale, por ke ideja e Tiranës. A ju kujtohet atëherë kur Sali Berisha u bashkua me mendimin që mund të kandidonte Florian Bina, edhe Florian Bina i thotë jo, nuk i du këta. Imagjino tash edhe Florian Bina nga humoristi i madh i piranjave, që sigurisht s'ka bërë asnjë lloj humori atje. Humorin e ka bërë keq ta them këtë, nuk kam asnjë respekt për Top Channelin, si Top Channel, po jo për Portokallin, po ke Portokallia me policin. Mendoni këtë njeri tash i cili lë një karrierë të tillë, do që të përfaqësoj në Bashkinë e Tiranës, të bëhet kryetari i bashkisë, por duke mos pasur Berishën mrapa. Bile i bashkohen disa të tjerë. Tash që sigurisht kur vinë zgjedhjet e vërteta, ishin ato 2 vjet zgjedhje, vetëm për 2 vjet. Dhe Berisha e toleroi për të bërë një lloj impakti që shikoni sa tolerant jam unë. E dite që do të humbeshin ose nuk do të bëheshin zgjedhje, ishte i qartë. Berisha është shumë i qartë për këto manovrime. I di shumë mirë punën. Base edhe ka dhe njoftime që janë nga krahu i tjetër, kundërpartja socialiste. Po tash ai se doma. Bile dhe ky Ali Mehmeti, që është një nga telat e përdredhur bashkë me atë Tabaken, që shumë kush i di për demokratë vërtetë, që bëjnë dallimin nga Berisha. Ato sigurisht i bëjnë dallimin nga Berisha, po Berish këtë vegjël janë edhe ato. Ishte nën për të kuptuar që mbase mund edhe të kandidoj edhe unë për Tiranën, afrohem. Sepse ai e ka thënë, këtu është real me vetin, e ka thënë që unë nuk kandidoj për 2 vite. Kandidimi për 2 vite është i Florian Binajt, cili ishte mbushur mendjen se mund bëj edhe njeriu që mbështetet nga Berisha. Imagjino një delir i tillë
i menduar me një fantazi të shfrenuar të një artisti të humorit, që mendonte se mund ta ndihmojë Sali Berishën në këtë pikë, kur ai nuk e do Sali Berishën mrapa, ishte çmendurie jashtëzakonshme. Vetëm një si Florian Binaj mund ta mendojë një gjë të tillë. Po Ali Mehmeti tash është i qartë, jo, thotë kjo është për 4 vjet dhe unë mund të jem një nga kandidaturat e mira, dhe këtu mbase ka të drejtë. Sigurisht midis Ali Mehmetit dhe Florian Binaj është Ali Mehmeti ai që duhet përkrahur. Pavarësisht se unë besoj që Ali Mehmeti, sido që të jetë, do të ketë ndikimin e jashtëzakonshëm edhe mishtrestekun edhe marrëzinë të një demoni politik si Sali Berisha kundërhyn. Imagjino çfarë mund t'i bësh e si mund të komandoj Bashkinë e Tiranës, që s'ka për ta fituar kur, por si mund të bëj Ali Mehmeti kur ka Berishën mrapa. Është me të, si më thënë, kjo është me të lutë me një kres, thonë Shkodër, vetëm për konceptin që ka, vetëm për marrëzinë e cila të çon deri në mendimin apokaliptik se mundesh të qeverisësh, ti je përfaqësuesi i Berishës ti në Bashkinë e Tiranës edhe Berisha të lejnë ty që të mendosh për Bashkinë e Tiranës. Kjo është çmenduri. Kështu ja thoshte mendja dhe Florianit. Por gjithsesi të vazhdojnë, sepse sigurisht kanë mendimin e tyre dhe mendimi i tyre është ekselent. Mjafton që të jetë Berisha afër atij mendimi, ekselenca nuk diskutohet më. E treta ishte një nga sulmet që i bëri Donald Trump mediave aty, edhe më duket sikur e ka me CNN-in. Për çfarë problemi? Në momentin që sigurisht urzuan avionet, dhe ranë 3 pilot, po 2 u kapen edhe një u quajti i humbur dhe duhesh organizuar, ose 2 më mirë, dhe njëri quhet i humbur dhe duhesh organizuar aksioni i shpëtimit, gjitha interventi i jashtëzakonshëm i Delta Forsave, i forsave speciale për ta marrë, për ta hequr atë njëri nga thojtë e iranianëve, që të vunë dhe shpërblim, për ta kapur këtë person, këtë pilot, këtë kolonel, që për më tepër ishte edhe i plagosur. Një prej mediave tha që shiko, e shpalli këtë punë. Ishte një top sekret, e shpalli, bile dha indikacione dhe se ku mund t'jetë. Dhe normalisht tash Trump thotë, ky është një veprim lakesh, është një veprim që sigurisht le shije të keqe, sepse dekonspiron aksionin, është në fillim të aksionit ose në kulmin e aksionit i bën iranianët, bën edhe jo vetëm shërbimin e tyre special, po dhe ata që dëgjojnë lajmet, thonë që qenë ka një kolonel në filan zonë, ku ka rënë avionet ose afër tyre, cilin mund të shkojnë ta kapin në mënyrë personale, sepse kur vendosin $60,000 çmim për të, mund të shkojë kushdo që ka një armë për ta kapur atë kolonelin. Dhe kjo është një paftyrësi, kjo është një tradhti gati e medias, e cila e dekonspiron, e trajton brenda 24 orëshit që shko se është një oficer i tillë. Kur nuk ishte nevojë, mund ta mbyllte gojën dhe nuk e merrnin vesh shumica e njerëzve që na qenë ka një pilot i cili sigurisht pas ka rënë në territor iranian, dhe tash duhet shpëtuar. Dhe prandaj u bën një aksion i tillë gigantesk, ku pastaj u hodhën në erë dhe 2 avione dhe një helikopter, sepse nuk ngjiteshin më. Dhe iranianët gënjejnë, thonë hodhëm ne në erë, ata janë grumull me njëri tjetrin, janë hedhur në erë prej trupave speciale sepse nuk i duheshin më. Dhe nuk duheshin që të binin, domethënë në materialet e tyre, nuk duhet binin duart e iranianëve, as forcave të tyre, dhe ta shërkujt aty dhe katonarëve që kishin marrë nga i pushka liqe dhe donin të luftonin me amerikanë. Ndërkohë është bërë një zjarr i tillë, janë vrarë qindra vetë, që Irani nuk i tregon, dhe janë shkatruar edhe mjetet e tyre, por ama të gjithë kanë mbrit të ikin, duke marrë edhe kolonelin shnosh e mirë, pavarësisht plagosur, për të kuruar, po për t'i shpëtuar, për t'i hequr. Ishte një aksion fantastik që në fundit mund të konsiderohet i dekonspiruar nga një testate jashtëzakonshme që presupozohet të jetë CNN-i, të cilin e kritikoi në mënyrë të jashtëzakonshme dhe presidenti Donald Trump. Tash këtu nuk është a ti besosh Trumpit apo nuk do ti besosh Trumpit. Këtu nuk është çështje korrupsioni edhe çështje e tha Trumpi këtë, se tha Trumpi këtë, bëri këtë gafë ose bëri atë. Këtu nuk kemi të bëjmë fare me këtë. Këtu kemi të bëjmë me një
media pleher, si pas mejet, që dekonspiron aksion, që bëhet palë me armikun, që jep shanse ati të jetë në avantash. Jo nuk është media e mirë, është media qelbanike, edhe këta e them pa pikën e frikës. Edhe po t'ishte këtu ke ne, cila do të qofte media, ndash Top Channel, ndash Klani, që të da bënin këtë punë, do t'ishin maskarej. Ka një etikë dhe një moral. Kur bëhet për jetën e njeriut, dhe kur ai njeri është po rrezikohet, po kthehet në viktim, mund ta kapin robë ose mund ta vrasin ose mund ta linçojnë, mund bëhet pre e përdorimit politik dhe ideologjik, nuk ke pse lajmëron që është hedhur këtu, është hedhur atje, ka rënë këtu e ka rënë atje, dhe sigurisht është një kolonel, është një oficer, është një pilot, jep edhe disa dhëna të tjera për një person i cili mund bëhet pastaj viktima e radhës. Aksioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka qenë fantastik, kanë ekzekutuar dhjetra njerëz si special aty, po edhe njerëz që kërkuan që të gjenin pilotin amerikan, dhe njëkohësisht nuk kanë lënë asnjë peng, as një njeri, as një ushtar pas, bile as mjete pas, për i kanë hedhur në erë për të mos pas as një mundësi, iranianët të kenë duart e tyre, jo vetëm njeriun, jo vetëm pilotin, po edhe mjetet e shpëtimtarëve. Dakord, miqtë e mi?